Isa alayhi salatu wassalam. Allahumma rabbena, o Zot. Allahumma rabbena, o Zoti jon. Allahumma, o Allah, në shqip Rabbena që je Zoti jon, o Allah që je Zoti jon. Anzil alejna maidatan min as-sama. Bani Israil të Isa kanë lyp për Isës, neve ty për me të besue, lypi Allahut Gjelle Gjelalu, a mundet me në zbrit një sofër, një tryez, sofër, prej qilit të mbushur e të stërmbushur, me ushqime e të mirat e tia që ka falë, na me e pa atë sofër të rëzyp, në tokë me arë, na me mshel me angër. Që si sande po lypin, si kombi Salihit atje, po lypim Salihit, o Salih, po lypim prej që ti shkambi, me dal një dhi, një deve. Ka dal, pi shkambit ka dal deve, bashkë me viqin e saj. Kër kanë lyp Beni Israel për Isës alayhi salatu wassalam, që të sofër, Allahu Gjelle Gjelalu, i kini kreta histori tash në internet, në YouTube, prej hoxhallar të ndryshëm, mu mran hise që shtu sonte me i pa që të lutjet, vesh si lutje, se këtu ka shumë lutje, e thash het për ora dhiti pak që të bashkë bisedojme, të ndëgjoni një fjalë prej neve. O Zot, Allahu ju përgjigj, sa unë ju përgjigjëm, sofrën, ja u zbres, veç kush nuk beson pas sofrës si ta shehe, e boj azab në dynja kanë se kam boj azab ma shumë se ta. Allah i rahmet boft. Qështu kanë lyp këto për me sfidua Hazreti Isën.